I kalojmë një atere. Jo, s'është... Zoti Nika. Jo, do e kalojmë pikërisht pikën e parë të rendit ditës, dhe më pas vijojmë me diskutimet e tjera që ka të bëjnë... Mendoj që zoti Nika çfarë kishit për Kosovë për diskutuar, i diskutua, nuk besoj se do prodhoni ndonjë teori të re tani, apo jo? Po. Ne bëjmë teori, Po. Ju po vini, ne bëjmë teori. Nga ana e Kosovë po flas. E ke këtë pjesën ju po vini, e ke shumë të është shumë në rregull. Jo, po ju keni qenë që e keni propozuar gjithmonë pjesën e ngritjes së stresit së qenëve. Tani që u krijua, nuk jeni dakord. Mirë, në rregull, jam shumë e qartë. Kalojmë në votim pro pikën e parë të rendit ditës. Keni qenë për herë propozuesit e kësaj nisme, dhe në momentin që vjen nisme e tillë, nuk jeni dakord, kjo është me pikpyetje pastaj. Do ja kthem te pika për kacë. 27 pro, 6 kundër, miratohet pika e parë rendit ditës, po 6 pra kanë ngritur. Po mi numëro, mi numëro ti. Po jo, me që se ma vën dyshim më thuaj pra. Ku i ke? Ku i ke qa? 3 dhe 2, 5. Tani e ngritja, 6, 7. Tani ose ngrini ose mos i ngrini, se nuk funksionon ashtu. Jo, Hoxha, nuk po i ngrinin kartonat. Pa ato që ishin 5. Jo, unë e pash që ishte. Jo, nuk ishte ngritur dhe ti e koshqen që s'ishe ngritur. Mirë, vjoj me pikën e 2 të rendit ditës.